Mirëmëngjes të dashur ujore, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është djalli. Djalli është thjesht një ftesë të dashur për t'i parë gjërat me ndershmëri, të jeni të ndershëm, kaq i vetes me lidhjet, varësitë që janë duke ju mbajtur të bllokuar. Flet për iluzione, varësi, kontroll, manipulim ose sjellje që ju largojnë nga fuqia juaj e vërtetë. Diçka në jetën e juaj të dashur ujor, tani mund të jemi shumë ujor dhe të ndryshëm absolutisht, edhe pse jemi të një shenjë, ndryshojnë varësitë. Tani unë mund të filloj që nga alkoholi, mund të filloj që nga xhelozia, tashethëmet. Pastaj është kjo varësi mund të jetë një diçka në jetën tënde po ju mban peng, por ju sikur nuk keni të brengosur, thjesht nuk keni pranuar ende sa fuqi keni për të ndryshuar këtë gjë. Mund të jetë një marrëdhënie ku po mbet vetveten, por nga jashtë duket tërheqëse, varësi të vogla apo të mëdha ndaj njerëzve, situatave, sjelljeve, që të japin në fakt një kënaqësi të përkohshme, por të lodhin shpirtin, të mbani mend, të lodhin shpirtin. Apo ndoshta po mbahesh në një vend aty diku nga frika, nga që nuk lëvizni, turpi, faji apo ndjenja që nuk ke zgjedhje tjetër. Gjitha këto janë të djallit dhe shumë gjëra tjera. Mund të jetë që dikush është duke munduar apo ka kontroll mbi ju dhe ka ardhur koha të rimerrni fuqinë e juaj. Jeni të lirë të veproni, të mendoni dhe action, në aksion të dashur. Ti përvjeli mëngët, të mos ngatrojmë kënaqësinë me dashurinë, as rehatin me lirinë, kur të shohësh që çfarë je duke lidhur, çfarë po ndodh apo çfarë është ajo që po të mban varr. Dije që ti dhe gjithsekush tjetër ka fuqinë ta kapërcej dhe ta lej këtë gjë. Çfarë po më ndal të jem i lirë, apo çfarëdo që të jetë, është pyetja për ju dhe përgjigjen prap për ju.